Christian Aslani ka zhvilluar një tjetër performancë shumë të mirë në Serie A. Kështu mesfushori shqiptar ka arritur të shënojë golin e dytë radhazi në 2 ndeshje radhazi të zhvilluara me Interin e elitën e futbollit italian, këtë herë në fitoren 0-2 kundër Torinos, duke mbajtur gjallë shpresat për titullin kampion. Goli Christian Aslanit edhe këtë herë u shënua nga 11 metrat, një ekzekutim i ftohtë, perfekt, me shumë klas nga ana mesfushorit shqiptar, që dërgoi sërish topin në njëri krah dhe portierin në tjetrin. Një tjetër sinjal se në ekzekutimet e këtij futbollisti ka shumë fantazi për të mos bërë diçka normale, po për të nuatur se ku do të jetë portieri dhe për ta gënjur atë. Një gol që shijon shumë edhe për vetë tifozët shqiptar, pasi u realizua kundër portierit të Serbisë, Vanja Milinković-Savić, edhe ky i fundit nuk e harroi faktin se përpara atij ndodhej lojtari i Shqipërisë dhe jo një lojtar tjetër normal i Interit. Kjo është parë shumë qartë edhe në fundin e ndeshjes. Kur lojtarët po shkonin në dhomat e zhveshjes, Milinković-Savić ka shkuar të takojë Christian Aslanin dhe ata kanë shkëmbyer disa batuta me njëri tjetrin mes buzëqeshjes, që sigurisht përkojnë të gjitha me ndeshjen Shqipëri-Serbi që do të zhvillohet në qershor. Dy futbollistët kanë folur pak për derbin e Ballkanit pas takimit të sotëm Torino-Inter, ndërkohë sa i përket vlerësimit të Aslanit, futbollisti shqiptar ka luajtur për 90 minuta dhe ka marrë notën 7.3, sipas Soccerway, një vlerësim shumë i lartë në krahasim me shokët e tjerë të ekipit. Nota më e lartë e ndeshjes i përkisë Zalewskit, që u vlerësua me notën 8, pasu për golit të parë të shënuar, ndërsa në vendin e dytë ishte Bastoni me notën 7.8 dhe portieri Martinez me notën 7.6. Me njerë pas tyre kishte vend edhe për futbollistin shqiptar, Aslanin, që i jep një tjetër sinjal pozitiv Inzagit. Aslani do të luajë edhe një shans së fundit për të qëndruar sërish te Interi. Kështu në takimet e fundit të mbetura të Serie A, pritet që mesfushori shqiptar të jetë titullar, ndërkohë në qershor do të luhet gjithashtu edhe botërori klubeve, një kompeticion që do të luhet për herë të parë dhe Interi atje do të ketë disa ndeshje të lehta në letër, ku sërish do të ketë mundësi për të aktivizuar Aslanin, një shans ideal për të provuar edhe një shans së fundit përpara merkatos së verës.